2 vatra zjarri u shfaqën në njësinë administrative Proptisht në Pogradec, përkatësisht në Somotin dhe Homçan. Menjëherë pas marrjes së informacionit, në zonë shkuan forca zjarfikse, inspektor të pyjores, administrata e njësisë dhe banor të zonës për të izoluar vatrat. Vatra e Homçanit ka qenë e para që u izolua dhe u fik. Sipas informacioneve, flakët kanë prekur sipërfaqe me dushk dhe shkure, por deri më tani nuk dihet sipërfaqja e saktë e prekur. Ndërkohë vatra e Somotinës u riaktivizua sërish gjatë mbrëmjes si pasojë e erës. Grupet e punës kanë punuar gjatë gjithë natës për të bërë të mundur izolimin dhe fikjen e vatrës dhe për të mos lejuar përhapjen. Fatmirësisht gjatë ditës së sotme është bërë mundur izolimi dhe fikja e vatrës së zjarrit në Somotin, ndërsa deri në këto momente nuk ka një tjetër riaktivizim, por grupet e punës janë duke e monitoruar gjatë gjithë kohës për ta mbajtur nën kontroll. Nga ana tjetër, për të dyja rastet janë bërë edhe referimet në policinë e shtetit, pasi mendohet se zjarret kanë qenë të qëllimshme.